Vllaznia e Koshit për Meshkull e mbylli sezonin me një bilanc pozitiv kur kemi parasysh se Kuqeblut ishin finalistë të Kupës së Shqipërisë dhe mes 4 më të mirave të Superligës. Edhe pse mendon se mund të kishin bërë edhe më mirë, i kënaqur me paraqitjen e ekipit Kuqeblu është zëvendës trajneri Roni Xheçaj. Ka që ishim mundësit tona për këtë vit. Mendoj që ishim edhe pak të pafat pasi patëm 2 dëmtime gjatë fazës play-offit. Por mendoj që kena bërë një sezon të mirë, kemi pas shumë problematika, por pavarësisht problematikave, ja arritëm të dalnim në katërse dhe që jo luftuam me dinjitet me kundër Beslidhjes, që është një nga ekipet më të mirë paguara dhe më të organizuara të kampionatit tonë. Gjithashtu edhe një nga arritjet është edhe dalja në finale të Kupës së Republikës. Ndër të tjerë në pamundësinë e një paraqitje edhe më të mirë, Xheçaj përfshin edhe arbitrimin, por gjithsesi, përgjegjësinë thot e marrin për vete. Për sa i përket pjesëve anësore të ndeshjeve, nuk duam ta komentojmë, pasi gjatë gjithë sezonit kemi pas problematika të tilla, jo vetëm ne, po edhe shumë ekipe tjera, kështu që do ja lejmë fajin vetes këtë herë. I pyetur për vazhdimsinë, Xheçaj bën të ditur se në analizën që do të kryhet nga shoqata e basketbollit të Meshkujve pritet të delet me një projekt të ri, duke dhënë prioritet elementit të ri. Shpresojmë që ne vitin tjetër jemi edhe më të organizuar, edhe me më shumë financa se këtë vit, pasi këto ishin mundësitë tona, me ato financat që kemi pasur, me ato i kemi menaxhuar mjaftueshëm mirë dhe ishte përfundimi, dikush do fitoj në fund. Po mendojmë të rinovojmë disa nga lojtarët që kemi, kryesisht me këto shkodranët, dhe ndoshta me ndonjë nga këto lojtarët amerikanë që kemi pasur. Dhe mendojmë që vitin tjetër të fokusohemi pak tek të rit. Këtë vit kemi afruar Samuel Bazdari nga moshat. Do mendojmë të afrojmë edhe 2 lojtarë të tjerë nga moshat dhe do bëjmë një ndërthurje mes trujve dhe shqiptarëve.